që sjell vëllai. Doktor Valdet, këtë sindromin e mantilit bardh burrat dhe gratë ju se kanë, se ju kanë shpejt gjetë. Po rri kanë shlik. Me që nuk edhe grunt mantil bardh që tash. Ata ku kanë domethënë niveli i lartë. Kemë edhe kolegë që i kanë po zakonisht janë disa batuta thotë edhe një çton shpeja. Ashtyhni, se s'pe di cili prej juve i keni partnerin doktor, ashtyhni mes veti kush ma doktor? Ti e ki bashortin doktor, a? Edhe doktor Flamuri e ka bashortin doktoresh. Apo familje doktore është bre. Frikën nga stomatologu mati. Apo ha? Me që është dentiste e gruja. Anestezioni por ke kështu a? Unë jam tregu edhe ma i gëzimshëm. Hajde. Edhe ti? Ma ka trajtu dhomin e parë kur ka qenë gruja ime studente, ndërmethënë kemi qenë bashkë. Çfarë besimi. Statusën e njëjtë e kam me... Do me thonë besim i lartë, bravo, për një me, bravo. Ka qenë sakrificë më shumë. A s'ka qenë besimi 100%, do me thonë. Sakrificë që me arrit qëllimin. Të thonë, o zot një mamë. Okej, do me thonë. Jo, kjo është për një me... Nejse, doktor Flamuri a beson fëmijët bashortës. Fakte kom pasur pjesë shumë atletë. Okej. Kur kanë qenë me gripe, me në infekcion të tjerë. Zakonisht na si prind tri, sidomos kur je mjek se ki një rrit përgjithshme në krejt kapak, është frika shumë më e madhe. Po me qenë se ajo ka qenë specializim pediatri, e kam pasur shumë atletë atë pjesë. Edhe nëse më ka pyet diçka, i kam thonë çfarë thosh ti ç'është.